Ndoshta nuk ndodh shpesh që një analist të jepet dhe tregohet si një prall, por me shpresë që do kuptohet dhe mbahet mend më shumë dhe më gjatë, besoj se ja vlen që të tregohet kështu me prall, qoftë kjo edhe rallë e përmall. Kjo pralla jon nuk nis me lindje e dashuri, por me vdekje e xhelozi. Pra, në Maqedoni ndodhi një prej tragjedive më të mëdha, ajo në atë diskotekën në Koçan me tash 61 viktima në njerëz. Pas së cilës tragjedi në fytyrën e krejt kombit dhe shtetit vërehej një mërzi. Por, në fytyrën e qeverisë, përveç se mërzi, vërehej edhe një frikë, jo për fatin e vendit pas një tragedie kaq të madhe, sa për fatin e vetë tyre pasi atë ditë e kuptuan se të kesh pushtet, përveç se privilegje, kërkon edhe punë dhe të sjellësh vendime. Paniku i parë i manifestuar ishte nga kjo frikë e parë esenciale që nuk fshihej nga sytë e publikut që e vërenin atë në çdo paraqitje. Sidomos të kreut të qeverisë, i cili në këtë prallë do ishte në karakterin e njerkut të vokët, pra jo edhe aq i mençur dhe meritor për atë rol dhe pozit, kryeministër dhe kreu i një qeverisje. Frika dhe habia e dytë që vrehej në qeveri ishte ajo për mundësinë e vazhdimit të protestave sikur që ndodhi në Kojshi në Serbi. Pjesa maqedonase e qeverisë ishte e vetëdijshme për ndikimin kulturor nga Serbia dhe vazhdimisht frigohej e ende pak e ka mendjen nëse edhe këtu do vazhdojnë protestat e pandalshme për krejt atë që ndodhi në Koçane dhe atë që po ndodh në shtet. Por, ishte një pjesë e qeverisë me më pak frikë dhe habi dhe doli më e kthjellët. Ajo ishte vlen dhe ministrat e tyre dolën më të kthjellët në krejt këtë tragjedi. Ashtu, ata arritën të aktivizojnë mekanizmin për mbrojtje të BE-s si një vendim të parë të qeverisë pas tragjedisë, dhe kjo sigurisht se është merit e presionit nga ana e tyre, pasi vetëm disa ditë më parë tragjedisë edhe tash nga qeveria, vetëm dërgohen sinjale mos përfillse ndaj Bashkimit Evropian dhe procesit eurointegrues. Mandej, mund nga kjo pjesë e vlen në qeveri doli ministri më i kthjellët dhe më efikas i qeverisë gjatë tragjedisë, ai i shëndetësisë. Një gjë kjo që nuk kaloi pa u shënuar në opinionin në vend dhe edhe jashtë tij. Por, në prallën tonë, nëse vazhdohet, pjesa vlen e qeverisë janë kushërinjt më të largët dhe më pak hise në atë familje dhe qeveri. Pra, në këtë rast, këto më të largët e me më pak hise doli të jenë kryesorët dhe më të kthjelltit. Nëse para dhe pas tragjedisë, këto ministra të ishin krejt efikas dhe të mirë, ndoshta do i kishte kap mësyshi, por duke pat parasysh se vetëm në kohë krize ata shkëlqyen dhe ishin më të mirë, provokuan vetëm xhelozi, mu aty mbrenda në qeveri. Ashtu, nisi me mos potencimin e vendimit të madh për aktivizimin e mekanizmit të BE-s që mundësoi trajtimin dhe shërimin në vende të ndryshme të BE-s të gjithë për të prekurve të gjallë nga tragjedia në Koçani, dhe vazhdoi me hijezimin e punës së ministrit të shëndetësisë, të cilin më nuk e linin vetë të dale në konferenca shtypi, por gjithnjë duke ja bashkangjitur ose vetë kreu i qeverisë ose ndonjë zyrtar tjetër, lidhje dhe palidhje, edhe në punë edhe të vogla që nuk kërkojnë domosdoshmërisht pjesëmarrje të kreut të qeverisë. Pra pas kësaj, edhe njerka, edhe njerku i prallës, mo nuk i linin këto kushërinjt vetë të shkojnë e të duken diku. As në punë të mëdha si dasëm dhe manifestim, por as në punë të vogla, qoftë edhe në dyqan me blet si krima e për pazarin e ditës. Pra, xhelozia më nuk kishte vetëm efekte, por pati edhe vendime, dhe ky është argument se xhelozia ishte në pyetje. Pra, aty nisi pralla, por aty nuk mbaroi dhe vazhdoi e prej në xhelozi gjithnjë vazhdojnë polemikat dhe bisedat për tradhti. Tradhtia në këtë rast nuk është ndonjë tradhti bashkëshortore, as në të vërtetë as në prallë, por ka të bëjë nëse është bërë bisedime për bashkëpunim me një parti nga fronti evropian, pra BDI.
E pse këto bisedime, koketime, llafe e muhabete të merren si një tradhti, është nga shkaku se kjo qeveri tani nuk ka ndonjë ideologji, vizion, themel ose përcaktues tjetër të përbashkët, përveç se është një qeveri anti-BDI. Pra, vija e vetme përbashkuese e kësaj qeverie tani është të qenurit anti-BDI, andaj çdo bisedë me ta merret si tradhti. Pra, ajo që në kushte normale do merrej si normale dhe politike, sikur që ishte gatishmëria për bashkëpunim me LSDM-s opozitare me vëmëron qeveritare, në rastin me BDI perceptohet menjëherë nga krejt ortakët e shumicës koalicionuese si një tradhti. Kjo sepse është lëkundje e principit të vetëm të përbashkët të kësaj qeverie tani. Që të jemi më të qartë, të provojmë të dalim në një tjetër përrall. Pra mund të bëhet ndryshimi i kësëlkuqes, gjyshes, gjyhetarit, bile dhe të nënës, por ujku mbetet ujk. Pra mund të bëhen verzione të ndryshme të kësaj pralle, duke e bërë atë që e dërgon të gjyshja të jetë baba, e jo nëna, kësëlkuqja të jetë ndonjë kësëlkuq, djali i ri, e gjyhetari ndonjë alpiniste që ka ndodhur aty pari në mal dhe e shpëton gjyshin ose gjyshet. Ama ujku sa here në çdo verzion mbetet ujk. Me këtë se kjo qeveri nuk ka ndonjë emërtues tjetër të përbashkët përveç se është kundër BDI, spjegohet edhe reagimi kategorik i menjëhershëm dhe gati identik i 3 antarëve tjerë të Vlenit që refuzuan çdo akuzë për bisedime eventuale me BDI-n. Qysh prej këtij refuzimi kategorik të shpifjeve dhe akuzave, u pa qartë se askush nuk do me kanë me ukin. Sidomos, jo tani, kur ujku është plagosur rënd dhe i është marrë kontrolli dhe ndikimi në gjyqësor. Dhe aty mbaruan krejt hamendjet, dilemat dhe luhatjet për atë nëse do vazhdoje Vlen bashk, edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale. Sidomos, pasi u pase edhe votuesit shqiptar që janë përcaktues edhe në ato votime lokale kanë një emërtues të vetëm të përbashkët. Janë kundër ujkut dhe BDI-s. Pra, u pase edhe nëse do kishte pasur ndonjë ofertë, tentim ose bashkëpunim me BDI-n, edhe njëjta ofertë të ishte kaluar në ndonjë kryesi e parti, ajo asnjëherë nuk do kishte funksionuar tek votuesit, bile do kishte prodhuar kundër efekt. Sigurisht se edhe pas kësaj vazhdoi zhurma dhe gjyrulltia, por ajo më ishte vetëm sajes dhe shtyrje e disa kallakashtave që nuk arritën asgjë përveç se humbën nga kredibiliteti i tyre personal. Sepse, duke dashur të dëmtojnë hasmin personal, do ndihmonin hasmin e krejt popullit dhe dëmtonin proceset. Në fund, të dalim prej prallës dhe të kthehemi në analizën për një me, për të rendit pikat se pse këto hamendje dhe lëkundje bile e stabilizuan qeverin dhe koalicionin Vlen e bile u aforcoi kohezionin dhe bashkëpunimin. 1. Qeveria i auli hëzin çdo antarit të vet që del mbi besataren e performancës së vet të vakt. 2. Vlen zgjidhi një prej ngërçeve më të mëdha që kishte, çlirimi i Institutit për Trashëgimi që ishte i zaptuar nga BDI dhe zgjodhi drejtor të ri konform marrëveshjes së tyre të vjetër prej para 10 muajsh. 3. Vlen fitoi në aspekt politik sepse opinioni filloi të merret me to dhe me zgjedhjet lokale dhe komunat eventuale e jo me performansën e dobët të tyre reale dhe aktuale gjatë 10 mujorshit të parë në qeveri. 4. Vlen fitoi në koordinim, pasi do hynte në zgjedhje lokale e pa koordinuar, kurse tani, me çfarë do marrëveshje të dale, do dale më e fortë dhe më e unifikuar, pasi do dale me formulë dhe jo me nënkuptime dhe hamendje, të cilat do mund të prodhonin huti dhe zbrapsje tek votuesit. 5. Qeverisë i kaloi pak frika nga protestat dhe mundet të funksionoj më me mendje të kthjellët, edhe pse në çdo kthes mund të i bie fikt dhe të rrëshqet, sidomos në kthesat e mbrehta me Bashkimin Evropian, Bullgarinë dhe shqiptarët,
që ende mbeten e vetmja bashkësi me mendësi dhe sens kolektiv në këtë shtet. Ju faleminderit.